Bismillahirrahmanirrahim. Do të sqarojmë pak çka është fidja ndallim prej fitrës apo vitrave që i dijemi të na. Fidja është kur një person nuk mundet me agjëru për shkake shëndetësore dhe smundja e tina është e pashërueshme, apo një i moshuar që është vështirë, e ka vështirë shumë me agjërua, ata duhet me pagu një fidje nditjet. Dhe dallimi tash mes fidjes edhe vitrës është sepse vitra paguhet për çdo antar të familjes. Paguhet edhe për fëmijë, edhe për të rritur, përderisa e nënojnë se janë besimtar musliman, atëherë paguhet vitra, kurse fidja paguhet për ata persona të cilët nuk kanë mujtë me agjërue për shkaqe të caktuara dhe nuk shpresojnë se mujnë me agjërun të ardhmen, ata duhet me pague një ushqim ditor që quhet fidje për mesatarës që atë ushqehet familja tina. Prandaj në këtë vit, do të në bazë asaj që Bashkia Islame ka nxjerrë, do të është fidja 5 euro për një person dhe e numëron këtë vit muaj Ramazanit i ka 29 ditë dhe e numëron 5 herë 29 edhe e pagun fidjen. Kjo është forma qysh me e shpague aje që nuk mundet me agjëru Ramazanin, po dhe i ka mundësit me dhanë këtë shumë. Dhe do të kemi kujdes që nuk guxojmë me mendu se fidja është një, mos për pa agjëre Ramazanin e pagun, jo, aje që ka mundësi me agjëru Ramazanit edhe ku me di çfarë pasurie në dhanë, nuk i nëmërohet edhe nuk e ka kry obligimin përderisa nuk e agjeron edhe ka mundësi. Mirë po këtë mundësi e njeh Zoti në brendësinë tonë. Prandaj nuk ka nevojë që një besimtar që të kaluamën ka agjërua dhe tash për shkak të smundjes e nin veten siklet. Jo, Allahu e ka lefsu këtë fe dhe nuk do të me një veten siklet pse s'mundesh me agjërua, por e pagun në një fitje nditjet për atë çka nuk mundesh me agjërua. Mirë po duhet me të jenë e qartë që Allah prapë në ajetin kuranor kur e ka cek për fidjen ka thonë me agjërush më hajër për ata që mundin me agjërua. Mirë po, kjo është një shpagim për ata që mos me një veten sikurse unë nuk jam mesin e këtyne se që unë s'po mund me agjëru. Prandaj fidja e ka një efekt shumë të rëndësishëm që është e nin besimtari e nin që sikur kur e ka kompenzuar me diçka tjetër atë agjërimin që s'ka mujt me agjëru, po në njëjtin kohë është një shërbim i mirë edhe një ndihmë e mirë për nevojtarin. Kjo është për në pikat shkurtë fidja. Allah inshallah na pranon çdo veprim tonin sepse padyshim që edhe në fidje ka sevap të madh, qysh ka sevap edhe në vitrën kur e paguajmë.